Feri ambulancës nuk përgjigje. Nuk kanë numra policët, le t'i thrasim. Do të pyes tani. Telefoni kujt është ky? Shef, kjo është numri i Barbarit. Ma jep të shumë, ma jep. A i kuptoj se po i ka dhe me njëherë telefonoj policinë, she? S'ka përgjigje. Ata po thrasin me video. Barbaros, je shumë vonë për fat keq. Zogu fluturoi nga kafazi i ti. Shiko, do t'a tregoj unë tani. E shikon? A e shikon mirë pra, ha? Shiko. Po i mallkuar i Zotit. Nëna ime u gjet e vdekur për sekretin tënd. Çfarë dreshim pa thua? Shirini thua ka vdekur? Shirini ka vdekur? Shirin? Pas ka vdekur thua? Çfarë po më fshihje? Çfarë më fshihje mua? E figu. Nuk përgjigjet. Po të mos e njihja këtë bastard, do të thosha se dhe unë isha mërzitur për nënën time. Çfarë po fshinin këta dy nga unë? Barbar. A thua valla ata njiheshin me njëri tjetrin më parë? Ti urdhërove që Shirini të vritej? Daj! A urdhëruat ju? S'fol budallallëqe, daj! Si e vrava një grua që ishte në burg? Edhe plani ytja ratisis erdhi te Pamiri. A jam e mirë në këto gjëra unë? Edhe një informat tjetër, Shirini nuk e vran. Ajo bëri vetë vrasje. Çfarë? Çfarë the? Shirini? Shirini kreu vetë vrasje? Nuk e di kështu than ata. Ndonjëherë edhe unë dua të jem në vendin e Shirinit. Më beso se edhe unë do ta bëja atë çfarë bëri ajo. Kaq mjafton sigurisht. Çfarë do të thuash me këtë, më thuaj tani? Them se ti edhe Shirini e liruat Menderesin. Por kjo nuk ishte e mjaftueshme, e sheh burri mu vra. Edhe unë dua të shkoj me burrin tim. Mos fol budallallë që Nazmia burri yt është në Ferr, dëshiron të shkosh edhe ti atje. Edhe këtu mund ta mendosh parajs. Edhe këtu është Ferr. Haxheri fjalë për fjalë më kërcënoi duke më dërguar në fshat. Sigurisht, unë do të dërgohem në fshat dhe ajo do të marrë pronën e burrit tim për vete. Prit një minutë. Zojanaz, a mund të jetë kjo? Më vjen shumë keq, po kjo mund të mos më shqetësoj mua, shef. Por ju jeni një ratisur, e dini këtë? Apo jo? Do duhen shumë para për t'ja mbathur. Zojanaz, çfarë do t'i ndodhë vëllait Çatallit nëse shkon në fshat? Çfarë mund të bëj unë, Pamir? Në fund të fundit, unë jam një shtëpiake që di vetëm të shpenzoj para. Në rregull, unë zotëroja Hymën dhe Menderesin, por unë mund të shpenzoj para vetëm nëse vëllai i burrit tim e lejon atë. Në fund të fundit, tani jam pa burr.
Ti nuk e burr, por ke daj. Apo jo, shef? Ai do t'ju ndihmoj. Çfarë do të thuash me këta? Shef, Barbar shkatroi gjithçka që kishim. Ne nuk fitojmë më para prej fëmijëve. Dhe? Po them që duhet fillojmë të bëjmë gjëra ligjore. A më kuptove? Daj të betohem. Nëse nuk qëndron pranë meje dhe nëse nuk më ndihmon mua, ne nuk do të mund të shohim as trashëgimin e Jupollut. Madje do të mbesim pasgjë. Por nëse thua, mua mos më përfshin asmije, unë nuk dua të ngatërohem. Atëherë të gjithë pjesën tonë do t'ja japin Larës dhe ajo do të ushqejë të parrënjët. E di këtë. A është kjo e drejta jonë? Mergjani, ti ka ndodhur diçka? Mergjan! Zoti Nizam ka dërguar infermier, Eren. Ata më sollën një karrige me rrota. Mund të shkoni ju. Faleminderit për gjithçka. Mirë, unë do të kthehem edhe nesër. Ditën e mirë. Ditën e mirë. Ali, Zipkin. Hynë në shtëpi. Mergjan, çfarë ndodhi? Ka diçka? Sabit, tregoja videon. Kara është gjallë. Ai jeton. Ai është gjallë. Kara jeton. Është gjallë. Ali, problemi i Karas është shumë i vështirë. Shiko. Ky problem nuk mund të mbetet i pasgjedhur. Ai nuk vdiq. Vdiq. Ai nuk vdiq. Vdiq. Ai nuk Mos më shmend. Ai vdiq. Nëse ai vdiq, atëherë çfarë është ajo? Le të themi se muzika në videon e prokurorit është rastësi. A edhe kjo është rastësi? Pse më shikoni ju mua kështu? Ai është gjallë. Gjallë është ai, Kara jeton. Ai jeton. Ai është gjallë. Nuk ka vdekur. Ai nuk ka vdekur. Ai është gjallë. Ai s'ka vdekur. S'ka vdekur. Zipkin! Hajde ktheu në vete tani. Menderes është vrarë dhe prokurorit ju dërguaj një video ku ju po dilni nga parkingu. Ata po përpiqet të fajsojnë, e kupton këtë? Çfarë? Mergjani ti është dërguar e njëjta video. Kënga e Karas po lua kudo. Hajde kuptojeni edhe e gjithë kjo çon në fundin e zogjve të zjarit. Edhe nëse Kara është gjallë, ai do të hakmerret sepse ne e lam atë. Le të hakmerret. Le të hakmerret, le të bëj gjithçka. Për kryesorja është se ai është gjallë, Ali. Është gjallë. Ali, gjëja kryesore është se ai është gjallë, betohem. Djalin që lam të vdiste, gjëja kryesore është se ai është gjallë. Është e vërtetë që ai do hakmerret, ndaj teje, ndaj meje, ndaj të gjithëve neve do hakmerret. Le të hakmerret, më mungon shumë, Ali. Mergjan. Me të vërtetë më mungon Kara, Mergjan. Mergjan më mungon ai. Vërtet më mungon shumë, Ali. Më mungon shumë. Zipkin. Më mungon shumë. Kara erdhi.
ka ardhur. Ai ka ardhur. Zipken! Kara! Zipkin! Kara ku je? Ku je? Ku je ti? Kara, Zipkin! Kara ku je? Më lejo, Mos u shpël tani, futur në ku shtëpi. je? Ma Zipkin! Kara ku je? Jalosh, ti më thuar se po luan me Neheja në shtëpi. Ali më lësho. Më lësho. Zipkin! Ali më lësho. Ali. Kara! Zipkin! Kara ka vdekur, marrësh ka vdekur. Ai nuk ka vdekur. Nuk ka vdekur ai. Zipkin! Ka vdekur djal. Nuk ka vdekur. Ai nuk ka vdekur. Nuk ka vdekur. Kara ku je? Kara! Zipkin! Zipkin! Sevda türküsüdür mesele. Aşkımın öyküsüdür mesele. Yeryüzü gökyüzüdür mesele. Mesele. Kara! Kara! Ku je ti? O djallë, shfaqu para meje. Kara! O djallë, shfaqu. Shfaqu me njerë, o djallë. Kara! Zipkin! Zipkin! Alo? Kara? A je ti o djallë? Ha? Thuj. Thuaj diçka, fol. Pse nuk thua asgjë, Kara? Nuk e njoh zërin tënd, pse ke frikë, Kara? Fol shpejt, e lutem. Apo na e bën këtë sepse ne sakrifikuam ty? Tani po akmeresh ndaj nesh. Tani fol! Pse hesht? Pse? Pse tani nuk flet asgjë? Ej! A na e bën këtë se të sakrifikuam? Këtë na e bën? Ha? Dhe tani dëshiron të akmeresh? Ha? Mendon se je i vdekur dhe ne jemi gjallë, Kara? O djallë, ne nuk po jetojmë, Jalosh. Dil jashtë ku je, më mungon shumë. O djallë, nuk e ke ide sa më mungon, Kara. Kara, më mungon shumë, Kara, thuaj diçka. Kara! Thuaj diçka. Thuaj diçka t'il jashtë. Alo? Kara, më mungon shumë mua. Alo? Kara. Zipkin! Kara. 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 Motër, ja ku janë copat e pilafit. Faleminderit shumë. Ju bëft mirë. Zipkan, Vëlla. Ja salatat. Zipkan, Prit vëlla sabit. Zipkan, Zonja supa juaj. Zipkan, Buka. Faleminderit. Zipkan. Kara do të këndoj përsëri? Vëlla sabit, shiko. Ndihem shumë keq, kuptove. Do të flasim më vonë kur të jetë më mirë. Po shiko, tani për tani, le të harrojmë Karën. Në rregull? Valla, buka ku është? Vëlla Ali, buk.
Dashuri Sare. Çfarë Sare, çfarë? Përshëndetje. Zoti ju ka dërguar tek unë. Çfarë ndodhi? E ti na telefonove pra? Ne ju thirrëm prokurore. Për tani, nga ta dinim se turistët do të vinin këtu tash. Vëlla, na sill 3 qaja. Çaj, tani vëlla. Vëlla, me të lutem ndihmo vëlla Alion brenda. Për hir të Zotit. Na e çaju kokën brenda, të lutem ndihmoje. Prokurore, të lutem na ndihmo edhe ti. Me dëshirën e Zotit. Njerëzit në atryes kanë kërkuar bukë për 1 orë. Zonja prokurore, të lutem ndihmo. Urdhëroni. Faleminderit. Dashuri Sare, Vetëm ti mungoje njeriu i dashurisë. të shërbesh me çantë është çesharake. Ju do të keni një operacion. Ashtu, po Gylash telefonoi dhe më tregoi. Erdha të të shoh se si ishe, por në fillim duhet që ta ndihmoj Aliun unë. Në rregull. Me lejen tuaj. Punë të mbar. Faleminderit. Pra, shef, ku do të fillojmë? Të vetëm do t'isha i lumtur nëse do shkurtoj gjithçka për mes vëlla. E kuptoj këtë unë. Shërbimi nuk është puna ime, ama. Ju s'keni nevojë zonja prokurore. Dhe ti nuk pranon asgjë. Na duhet pilaf mjeshtër Ali. Vëlla, a mund të më afrosh bukën? Vëlla Mete, por rezultatet e autopsisë në nësë Barbarit? Nuk ka lidhje me vrasjen nëse vran. Atë e bën shumë pastër, çdo gjë tregon një vetë vrasje. Po Barbari e din? A ishte atje. Por nuk dëshiron ta pranoj. Pra, ku janë pilafët? Vëlla Mete, mund ja japësh këtë të lutem? Pilafët? Urdhëroni. Pse po më ndjen nga pas ti mua? Ha? Sabiti po studion. E çfarë jam unë një derë? Jo, ti e dashuri. Sabiti përpiqet ta zbuloj. Kam shumë frikë të pyes se çfarë përpiqesh të zbulosh. Dashuria është e shpejtë. Mizore dhe rritet shumë me kohë. Kush? Po ankohem unë? Nuk po ankohem unë. Ti ankohesh. Zonja prokurore? A jeni liri që të flasim, ndërkohë që klientët po hanë, lutem? Më në fund. Urdhëroni. Margjani, kjo është prokurorja. Mirë se erdhët. Mirë se ju gjeta. E djem tan ju bën të shërbeni vizitorëve. Më falni, por faleminderit. Në asnjë mënyrë. Çfarë do të thotë? Gjithmonë e kam ëndruar të shërbej, edhe ashtu. Ti ankohesh. Ju liruat Zepkinin. Faleminderit edhe për këtë. Ai që e ka dërguar videon dëshiron që ta arrestojmë Zaferin. Por të them të drejtën nuk më pëlqen kur të gjithë na paraqesin kështu. Pra, derisa ta zbulojmë ne këtë çështje, je i lirë. Faleminderit. Pra, le të kalojmë në temë. Pse më thirrët mua këtu? Me siguri jo që të shërbej klientët, apo jo? Për të gjetur se kush telefonoi.
Dikush e la telefonin në anash rrugës në orët e vona të pasdites. Në telefon u këndoi një këngë. A mund ta gjesh se cila këngë, të lutem? Është problemi im. Gylajshe, prit. Mbathi këto, mos të ftohen këmbët. Hajde. Pranoj ngushtimet e Faleminderit Xhaxhanizam, qofsh shëndosh. Faleminderit. Njeriu nuk e di se me çfarë lëndohet më shumë, për shkak të tradhtisë apo nga që u largua. Por ne do të harrojmë tradhtinë. Do të lexojmë një lutje të gjithë së bashku, dhe lutjet tuaja do të zhvendosen në një botë tjetër. Fola me një mjek në Shtetet e Bashkuara. Ai do të vijë në Turqi javën e ardhshme, për Xhanon thotë. Do të kryej një kontroll dhe pastaj do të kryej operacion. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Kështu, Barbaros, e di që i pjekluar, por mos e merr vajzën time dhe ta çosh dikund. Xhaxhanizam, nuk kam nevojë për ndonjë arsye. Unë e kam mbyllur vajzën time në këtë shtëpi, sepse ajo nuk është e sigurt jashtë kufive të saj. Dhe ti më te kalon mua, edhe ty e merr e çon këtë duash. Kaq mjafton vëlla. Në këtë shtëpi do të ketë 2 funerale. Unë humba burrin tim. Tani unë do të jap jetën time për dikë që mund të më përqafoj dhe të mos i vi keq për mua. Duhet ta kishe parë vajzën tënde sot. Se si ajo e përqafoj Barbarosin, si e ndan dhimbjen, si e ngushëlloj atë, si e përqafoj. Po ta kishe parë, nuk do ta thoje këtë tani. Sigurisht Lara nuk donte ta linte vetëm Barbarosin. Një minut. Ti e përqafove atë? Xhaxhanizam, mos fol. Vëlla, shiko, për herë të parë Nazmia ka të drejtë. Jemi në zi. Tani çfarë mund të bëjmë nëse nuk e ndajmë dhimbjen? Pikëllimi mund të ndahet edhe pa përqafime. Ti sapo më bëre të lumtur më parë. Edhe unë ty të përqafova. Nëna e Barbarosit vdiq, a më kupton ti? Çfarë duhet të kisha bërë? Ata përkëdhel në shpatull, ha? Çfarë të bëj? Sigurisht që do të më përqafosh. Unë jam babai yt. Edhe ai është? Çfarë? Kush është ai për ty? Mjaft më. Mos i bërtit vajzës Xhaxhanizam. Çfarë dëshiron? Vëlla, ti duhet të pyesin se duhet i bërtash vajzës time apo jo. Kush je ti? Kush është ai? Kush? Ai di ti se kush është ai? Ai është njeriu që e takova para kujdo tjetër. Personi që i besoj më shumë në këtë shtëpi, edhe atë që i besoj më shumë në këtë botë. Vëlla, jo, të lutem. Shiko, të gjithë jemi zemërthyer. Të gjithë jemi të pikëlluar. Nuk ka nevojë, mos i thoni njëri tjetrit fjalë për të cilat më vonë do pendoheni. Barbaros, bir, e zbrit poshtë, shko në shtëpi, qetësohu pak, përmbledhu me mendimet e tua. Hajde dhe ti mbes, qetësohuni të dytë. Dile dhe ti. Ti shkon edhe më tënde. Shkojmë. Ju dëshirojnë ta mbytni njeriu? Barbar.
hall. Shpresoj të mos më pyet babai nëse zgjedh atë apo Barbarosin. Sepse nëse pyet... Çfarë do të thuash? Hë? Çfarë do thuash? Kë do zgjedhësh? Babain apo Barbarosin? Barbarosin do të them. Pa e menduar fare. Sepse nuk kam dyshim. Për gjithmonë madje. Pas ka ardhur shpirti nënës. I vetmi biri im Luan. Vëlla Xhemal. Nuse, isha rrugës për të kontrolluar barbarin. Vëlla Xhemal, vendos një shkallë këtu të lutem. Më fal, çfarë të bëj? Vendose shkallën po të them këtu do të zbres poshtë. Çfarë do të bësh natën këtu poshtë? Do të iki te barbari. Nuse, të lutem, mos. Ky djalë të rëmbeu herën e fundit dhe të solli përsëri. Dhe tani thua se do të ikësh tek ai. Nuk mund ta përballoj këtë, të lutem, shko të flesh. Shko. Natën e mirë, natën e mirë. Ai në rregull mirë? Hë. Por ai është i vetëm në shtëpi, unë si mund të fle? Në rregull. Mirë, dëgjoj. Herën e parë ja dolëm. Nëse e prishim herën e dytë, atëherë herën e tretë nuk do ta bëj sepse do ta han nga babai yt. Në rregull, hajde shko merreti. Eja, hajde në rregull. Pastaj babai yt do të çmendet me mua. Eja me kujdes. Prit. Ha, zbrita. Vëlla Xhemal. Po të dëgjoj. A di,
Kur të kërkoj Barbarit të blije një unaz? Kush? Çfarë unazë? Për kë unazë? Çfarë është unazë? As mos u lëkund. As mos u dridh as pak e di. Çfarë di ti? Ti nuk di asgjë, po mburresh, mendon se polici do të ndjek, ha? E di po të them. Unë zgjodha vetë unazën time. Edhe unë t'i shkrova aty ato mesazha ditë. Mos guxo ti thuash Barbarit. Ha, dhe pyesja vetëm pse komisioneri Barbaros zgjodhi unazën kaq të hollë. U çudita. O zot. E po të lumt edhe ty pra, a jam një dashur e tillë? Ju nuk keni një nuse standarde, kjo është e sigurt. Edhe pse të japësh kaq shumë para, çfarë ka nevojë? Madje kur ka kaq shumë fëmijë të uritur për atë, gjithashtu më pëlqej unaza, shumë më jep mua atë, hajde. Çfarë do të bësh ti me këtë unaz? Do t'i propozosh martesë Barbarit? Ndoshta edhe do ta bëj që t'i kaloj mërzia? Të lutem, Kunat. Por njëherë, bëhu një vajzë e zonja. Për hir të Zotit, mos e prit atë tipin. Nuk e di, kur e shet e pretendoj se është e habitur dhe shumë e lumtur. Bën diçka, bëhu pak zoj për hir të Zotit. Ajo, në rregull. Por edhe ti je një police dhe ashtu, jeta jote është plot me lëvizje, do të bie diku ma e mua ta fshe unë atë. Hajde. S'është keq. Mirë, por çfarë ti them Barbarit kur të pyes? A mendon se është në gjendje të pyes? Lëre ti kaloj pak hidhërimi. Nëse ta kërkon, ti mund ta marrësh, në rregull? Në rregull. Kunat. Duaj shumë komisar Barbari, mundet? Sigur ta dieti se sa shumë e dua. E dua aq shumë atë njeri, vëlla Xhamal.